O po çka kalua mirë me Alban Xhehanin. Unë nuk kënaqa shumë, e konfirmoj që vazhdon të jetë një super djalë përveç se një super moderator, super gazetar. Është e vërtetë dhe prekëm pak edhe zonën e Napolit, cilën sot e kemi trajtuar në program për gjithë ata që po bëjnë gati për pushimet verore, se shumë shqiptarë në fakt Arione zgjedhin Italinë si destinacion për të shkuar, edhe jugun e Italisë, po, për të shkuar për pushimet e tyre të verës, kështu që disa këshilla i dhan, po disa të tjera mund t'i themi tani. Komolika Senca është për të vizituar më shumë për hype-in që ka në Itali, për të thënë çek e vizituam, është një ambient i vogël, e tha dhe Albani, i cili bën panine të thjeshta, por veçoria kush është? Paninen e kompozoni ju. I shkoni aty dhe i thoni, du me këto dhe mund të bëni edhe panine të çuditshme. Pikërisht kjo salumeria Komolika Senca. Kështu që nëse jeni për në jug të Italisë në Napoli, çek këtë gjë. Duhet ta themi që Positano është një nga vendet, le të themi, që ka marrë më shumë zhurmë nga gjithë Amalfi Coast, kështu që është mirë që në Amalfi Coast, dhe sidomos edhe në Positano, të mos shkosh vetë për një natë, sepse nuk është një vend që mund të shijohet në nxitim e sipër, le të themi. Është ideale që në Amalfi Coast të shkosh për 2 net, 3 net minimumi. Thot absolutisht Ariola, dhe këtë gjë e konfirmoj sepse kam qenë. Nëse keni dëshirë të vizitoni Amalfin dhe Kostierën Amalfitane, minimumi është 2 net, minimumi. Ju që po na dëgjoni tani dhe po mendoni po sikur të shkoni, s'është një ide shumë e mirë, sepse duhet të rezervosh herët nëse do të kursesh në portofolin tënd, duhet prenotosh në hotele, duhet prenotosh edhe për pjesën e klubeve, po të restoranteve të famshme, të cilat duhet ta themi se në periudhën e korrikut gushtit janë thuajse të zëna. Ushqim do konsumoni, kjo është e sigurt, sepse në Amalfi Coast, në Kostierën Amalfitane, si në Positano, si në Amalfi, si në Capri, kudo ku të shkoni në jug të Italisë, do të keni ushqime të lira si fast foodet italiane, që pra pizzat në dorë, akullore, apo në një sanduiç, por ajo që po thoshte Ariola lidhet me restorantet cilësore që duhen absolutisht prenotuar dhe i keni dhe prenotimet me orare fikse, Ariola, që do thotë, nëse e ke në orën 1 dhe deri në orën 2 do hash buk, nuk ka ekstra. Por cilat janë kuriozitetet që ne nuk i dim për Amalfi Coast? Rruga ikonike, një nga më të famshmet në botë, është SS 163 Amalfitana dhe konsiderohet si një nga rrugët bregdetare më të njohura në gjithë planetin. Limonat e Amalfit janë gjigant. Janë shumë të mëdhenj, janë si një portokalle e madhe, po janë limona. Dhe në fakt shërbejnë shpesh herë edhe për ëmbëlsirat, për limoncelon, për parfume, përdoren po ashtu produkte kozmetike. Ndërkohë, Positano që ne diskutuam dikur ka qenë një fshat peshkatarësh, si se kapëm atëre. Ta kapnim një shtëpi aty. Gjithsesi sot është simboli i luksit. Hotelet më të shtrenjtë i gjeni në Positano. Nëse doni të flini në Positano, bëuni gati. Edhe më shtrenjtë se në Capri? Aty. Sidomos nëse janë hotelet që ke qefti, janë me 1500-2000 euro nata. Bukur shumë dhe shumë filma në fakt e kanë zgjedhur si destinacion. Pra Hollywoodi ka patur gjithmonë syt nga dhe në fakt i ka dhënë shumë popularitet. Duhet ta ndihmojmë që duhet ta pranojmë që kanë ndihmuar. Jugu i Italisë, Amerika thot Costiera Amalfitana. Dhe nëse e mendojmë, na vjen në mendje revista, na vjen në mendje filma. Magazine do thosh, magazine. Jemi bërë, nuk na lejohet, neve s'na falet. Magazine, po, magazina, po. Jo, revista. Revista, filmat hollywoodian shumë të njohur, pra le të themi është kthyer në shumë ikonike, shumë simbolike me disa nga detajet dhe elementet. Është për italianët, imagjino sa është për turistët të cilët e njohin Costierën Amalfitane apo jugun e Italisë në zonën e Napolit, e njohin nëpërmjet filmave. Dhe filma italian shumë të bukur janë xhiruar, zhvilluar apo janë tregues të sa e bukur është Costiera Amalfitana. Bukur shumë, i tham sa gjëra që ndoshta disa nga neve nuk i dinim, kështu që do të dëgjojmë pak muzikë italiane. Sot Gigi D'Alessio ne kemi bërë telefon. Jo vetëm Gigi D'Alessio, por shumë artistë të jugut të Italisë janë prezente. Napoli, le të themi, ose ai është më i famshëm që një bota. Sal Da Vinci ka marrë goxha. Sal Da Vinci së fundmi, po nëse nuk është ky momenti. Nëse shkojmë në muzikë, rikthehemi pas pak. E di si më duket Arion sikur sot. Si të duket Ariola Sheo? Me këtë muzikë që kemi vënë, me ato pamje që ti na ke nxjerrë në sfond sot për gjatë gjithë programit, mua më duket sikur e kam parë. E ke parë? Po. Shiko, shumë gjëra mund t'i shohësh me sy, po si prekeve dorë, nuk quhet Ariola Sheo dhe Costiera Amalfitana është një prej tyre. Të gjithë ata që janë lidhur me ne që prej orës 18, besoj se janë kënaqur, shpresoj të jeni kënaqur me muzikën e mirë, me të ftuarin Albanin që kishim deri në këtë moment dhe me disa këshilla që ju dham për Costierën Amalfitane, si të kurseni disa para. Mos ta harrojmë që keni udhëtime pothuajse çdo
çdo ditë apo një ditë po, një ditë jo, drejt Napolit, nga Napoli mund të shkoni thjeshtësisht. A mi qëra fjala për të shkuar duhet të tranzitë, se nuk ka direkte. Për në Costiera Amalfitana, patjetër me Napolin. Nëse keni dëshirë në aeroportin Napolit shkoni drejt portit të Napolit dhe më pas drejt Kaprit, Positanos apo Amalfit me një ferri, pra është mënyra për mendimin tim më e bukur për ta vizituar Costierën Amalfitane dhe për të shkuar në këto destinacione. Sikurse nëse doni të kurseni, besoj se e dini sepse kemi prekur, treni është alternativa më e mirë, është një tren i cili është si Unaza Jon, i cili shkon deri në Sorrento dhe nga Sorrento më pas mund të shkosh në qytetet e tjera. Shumë dashuri për gjithë ju që na ndiqni rregullisht, për gjithë ju që na komentoni apo merrni pak sekonda të jetës tuaj për të na kushtuar neve vëmendje. Faleminderit shumë që jeni me ne. Ne do të shihemi të ditën e ardhshme gjithmonë orën 18:00 në Top Albania Radio. Nga Nga Arioni. Nga Ariola. Ciao.